unë nuk bëj ultimatume, nuk jam natyra e njerëzve që bëjnë ultimatume, por kam bërë një kërkesë kolegëve deputet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike që të reflektojnë sa i përket detyrimit që kanë për të zbatuar vendimin e Kuvendit të Shqipërisë për ngritjen e Komisionit Posaçëm të Reformës Administrative Territoriale. Pra, kemi rënë dakord, kemi ngritur një komision. Kemi rënë dakord që kemi vendosur parimin e paritetit, të barazisë dhe po ashtu të bashkëdrejtimit, e përpasoj, kur kemi thënë bashkëdrejtimin, edhe çdo shkresë që niset nga njëri prej bashkëtarëve duhet të kundërfirmoset nga bashkëtari tjetër. Jemi në kushtet që pothuajse 3 muaj pas këtij ngritjes së këtij komisionit posaçëm të reformës administrative territoriale, një reformë e rëndësishme sa i përket qëllimit ton për të vijuar thellimin e përmirësimit të shërbimeve publike ndaj komuniteteve, jemi në situatën që deputetët e Partisë Demokratike nuk lejohen nga leadershipi i partisë tyre që të marrin pjesë në mbledhjet e komisionit. Besoj e shpresoj që sot në mbledhjen e komisionit posaçëm të reformës administrative territoriale, jo vetëm deputetët e opozitës të jenë prezent, por të marrin dhe detyrat brenda kompozicionit dhe detyrave të këtij komisioni, në mënyrë që nesër në seancën e Kuvendit të mos jemi të detyruar të vendosim mekanizmat zhbllokues të kësaj situate.